ishte të gjeta në kuzhinë. Nuk i prezantova recetat, sepse dua që t'i zbulojmë këtu bashkë avash avash. Se s'kam një gjë kështu si me peta. Me peta. Do t'i japim vetë petat këtu. E si komplet një herë duart. Me mielin për çdo përdorim Ola, që kemi kombinuar sot me këtë ngjyrën blu bashkë me talierën edhe unë dhe Albana, ka qenë rastësi komplet, për të gatuar një recetë te baza jonë tek tradita. Çfarë kombinimi që kemi bërë sot me kuzhinën dhe bashkë xing. Bukur, më pëlqen. Si quhet kjo receta? Kjo recetë quhet dallanik edhe xing me blu. Dallanik. Dallanik. Duhet të jetë nga juklindja jonë. Se ne kemi andej dallanik, gjizanik, petanik. Dhe saktësisht është receta e zonjës Lefteri. Saktësisht. E përshëndesim shumë zonjën Lefteri Gjosha. Të shkruara nga dikush, ne duhet t'i themi, vërtet që është tradit, por është ama dora e zonjës Lefteri. Përshëndetje, përshëndetje. Nga korqa e kemi, kështu që... Pa tjetër që po. Marë një tas, cilindrik, simpatik, sepse shkon vazhdimisht me këtë rimën time, kam produkti kryesor është mielli. Po. Dhe për këtë mielli Ola është që mua më nderon. Edhe me mielin e mi bërdzim sot, e shikon di? Po. Edhe me mielin e mi bërdzim. Është për të përdorim, kështu që... Po. E kemi, për çfarë kemi? O një këti që është puna? Ja, jepi gjitha të për çfarë na duhet, për çfarë na duhet. Sa gram miell na duhet. Ju nëse e keni pakon të hapur, po nëse keni paketimin Atlas, keni këtë shiritin që unë e të përmend gjithmonë që u vjen shumë në ndihmë, është ky shiriti transparent që tregon gramaturën që ju do të zgjidhni në pakon tuaj me miell. Të gjitha paketimet, edhe jeshilja, edhe ngjyra kafe për miellin integral, edhe portokallia, e kanë këtë, kanë dhe një recetë aty, kështu që gjithçka i keni gati. Po gatuajmë pra një recetë tradicionale që quhet dallanik me shtresa petësh. Sigurisht që dhalla është përbërësi kryesor përderisa dhe kjo recetë e ka marrë këtë emër. Ndaj le t'ju tregojmë produkte se çfarë do ju duhet në tryezë për të gatuar së bashku dallanikun tradicional me shtresa petësh. 1 litër dhallë, mund ta zgjidhni të gatshme, mund ta bëni vetë dhallën me kos, me pak krip. 500 gram miell, 1 lugë çaj sod, 1 lugë kafeje krip. 1 lugë kafeje sheqer, 2 filxhan kafeje yndyr, 1 vezë të freskët, 100 gram djathë të bardhë, 1 kubik gjalpi i ngrirë dhe pak piper të zi, për të nxitur shijet e gjitha produkteve të tjera. Kështu që anvisave tani fillojmë ta gatuajmë. Qëndroni bashkë me ne që të bëjmë dallanikun. Dhe dallaniku thot prit, mos ik, të gjitha anvisat para ekranit dhe ups, fillojmë. Për ty kam gërshërën. Bëj gati 500 gram miell. Dhe bëj gati. Kur the 500 gram thash 500 që ne thash me vetë. Ne 500 do të bëjmë, se mund të bëjmë dhe më pak dhe i përgjysmojmë përbërësit e tjerë. Sepse shiko edhe një herë. Ky miell ka një gjë që është një miell i thatë. Dhe ndryshojnë edhe mielli ndryshon. Mbas përbërësve që un kam, gjë që po shtoj direkt vezën, dhe kur themi te veza është veza Ovital, atëhere, ja. Përse e bëra të tillë? Sepse shquhet që është një vezë shumë kompakte. Po. Atëherë, një sekond. E pa të sa më vështirësi, ishte thirrja e lëvozhgës së vezës. Pra, ra me pakos fare. Kjo është soda, sheqeri, kripa. Dhe e marr tani me të mirë, avash. Fillojnë dhe aktivizohet soda, veza, kripa që të marrin ato shit. Pra nuk i shtova të gjitha bap për njerë. Dhe po të shtoja të gjitha, prap nuk do kishte problem. Shtoj masën e kosit. Do ta bësh aty direkt dhallë. 500 mililitra kos, 500 mililitra ujë, gjë që shkon në 1 litër dhallë. Ekuacion i thjeshtë. Fillojmë dhe e trazojmë mirë.
do të shtoj Po që të mos na ngjisin petët, e luajm pak me gjalp. Gjalpin e shkrirt, gjalpin e tretur. dhe e vendosim direkt në furrë. Dhe fura është maksimumi poshtë 220. E vendos në pjesën poshtë të furrës, jo sipër, pra në rezistencën e poshtme. Piper. Krip. Sod. Sheqer. Ja. Pra masa është një konsistencë e Nuk tillë do të kremoze. shtoj as pak i ndyrë. Dhe filloj që të shtoj masën e miellit. Niki, tani gradualisht. Tani është kollaj fare se Po. ja, tepek Pra nuk kam shtuar masën e ujit tjetër. të duhur. E shtojmë gradualisht. Nuk ka nevojë për sitje. Sitja ne na duhet gjithmonë. Ja, stop një herë, sa të fillojmë të sitja ne na duhet gjithmonë që të marri të ajroset mielli, por në përgjithësi e bëjmë tek ëmbëlsirat në përgjithësi. Ja, Ku duhet një miell më i mët. Ja. Trazoj mirë. E kemi vendosur në furrë, nuk harrojmë në rezistencën e poshtme. Diku te 250 gradë. Kjo jona është e fuqishme dhe unë e kam çuar te 220-a. Do ta bëj gjithmonë për sqarim, sepse ka furrat ndryshojnë nga markat dhe nga cilësia që kanë. Shtojmë. Besoj jemi fiks te 500 që. Edhe pak ndoshta mund të Djathtin që shtojmë. kam, nuk është se do ta shtoj këtu. Shoqërohet me djath. Spetve, ose shoqërohet. Po, shoqërohet me djath. Të them të drejtën, në momentin që ne do spërkasim petët një e nga një, mirë është të shtojmë edhe djath shumë imën, sepse këto janë recetat. Recetat janë që fillojnë dhe kombinohen sipas shijes së familjes, nuk qëndrojmë gjithmonë tek të njëjtat, sepse po qëndrojmë tek të njëjtat do thotë që ne ngelemi në vend numëro. Fiks fare. Ja, pra kemi një mas qulli, sepse qull quhet, një mas qulli të duhur, të një trajtshëm. Dhe është një proces që të merr do pak të terezin, të piqet. Për atë shkëlqimin që mund t'i japim ne. Pjekja është më e rëndësishme sepse do piqet një pet, mbi të do shtohet peta tjetër dhe do ta sill tani te psinë se më ka mbetur pak gjalpi aty që është shkrir, është pjekur. Shife? Të lund. Ja, një sekond, ta kaloj këtë pjesën këtu. Mund ta heq këtë pjesën e tepërt të yndyrës. Jo, s'ka gjë. S'ka gjë se e kalojmë këtu. Ja. Me garuzhe tani shtojmë pet, e pjekim petën e parë, derisa ajo forcohet, thahet, piqet pak, mbi të do të shtojmë garuzhen e dytë të petës, e kështu do të vazhdojmë me shtresa, derisa të bëhet një masë e plot. 3 garuzhe. Jemi okej. Si që është tani, e vendosim. E marim. Dhe normalisht që e niveloj. Ja. E vendos në furrë. Gjithmonë te rezistenca poshtë. Dhe ajo pjekja do të jetë shumë e kujdesshme që edhe mos thahet shumë, po të jenë të gjitha njësoj. Dhe në çdo 5 minuta, shtojmë garuzhet e tjera. Ne shtojmë garuzhe dhe çdo shtres ka nga 3 garuzhe. Që të jetë një masë e dur. Normalisht i bjen pak a shumë si puna e krepave. Po, e krepave. Krepat kalojnë në tigan. E flisë po ashtu që ka më shumë i ndyrë. Pra janë këto gatimet të cilat ka një mos të përbashkët traditën. Flia është me holl, flia. Petat e flisë. Dhe... Në më të nuk bëhet me shumë shtresa e ke fjallën, krahasim me dhallanikun. Pra,
Kjo kalon, flia ka një ndryshim, se flis do t'i kalosh në shirita, Po. derisa të zëvendësosh. Dhe shiritat bosh zëvendësohen në shtresat E tjera, pasardhëse, e kuptova. O, dzing, pra. Do të presim të piqet kjo dhe përsërisim edhe një herë tabelën me përbërësit e dhallanikut tradicional, një recetë e juglindjes që bëhet me dhall, 1 litër dhall, 500 gram miell, 1 lugë çaj sot, 1 lugë kafeje krip, 1 lugë kafeje sheqer. Kemi 2 filxhan kafeje yndyr, 1 vezë të freskët, 100 gram djathë të bardhë, 1 kubik gjalp i ngrirë dhe pak piper të zi. Kjo ishte receta e parë, vendosëm për të pjekur, do vazhdoj procesi, është një proces që vazhdon derisa të mbarojë sasia e brumit të lëngshëm që kemi këtu në tasin ton, do ta tregojmë hap pas hapi. Ja te kemi sërish në kuzhinën ton për të vazhduar punën. Te dhallaniku jemi ende, avash do të tregojmë edhe recetën tjetër. Ju mund të na telefononi, keni gjithmonë linjë të hapur në rrezën ton për të diskutuar dhe sigurisht edhe për të na ndjekur deri në fund të programit, ku do të ndalemi tek ajo tema shumë e rëndësishme, se sa të sigurt jemi në godinat që punojmë, kalojmë, jetojmë, për sa i takon zjarrvënieve, rënjes së zjarrit. Më sakt. Sjellim pak petën e parë, ndoshta e kemi deri diku çdo 5 minuta. Të pjekur. Po mirë, ja. Shumë në Nuk rregull. është thënë të piqet Jo, nuk do të piqet. fare. Më pas ajo kalon në furr sërish për të pjekur tamam. Po sa të thahet që të mbaj shtresën tjetër. Ja, një sekond, se mua më pëlqen që ti tregoj tamam gjërat. Ja. Marr një thik edhe shikojmë se që mos të digjet nona. Shiko? Si është pjekja, ja. Kjo është e duhura. Ja. Kjo është e duhura, nuk na duhet më tepër, ja. Që është vendoset Edhe ansoria. Shkëputet peta. Dhe Pak. e spërkasim me yndyrë. Tani dihet që byrekët, petët, duan yndyrën. E duan yndyrën se kjo brum është. E kaloj këtu tillë. Pra do një punë me të mena. Do një punë me të mena. Pra marr rezultatin në fund pastaj. Sërish e përzijej mirë. Sepse precipiton pjesa e rëndë të brumi. Kalojeni në mes. Mund të operojmë me shtresa pak më tolla. Në shtresa pak më tolla që na piqet më shpejt. Ta sjellim deri në fund të përfunduar. Jepi tani formën, edhe jemi gati për furrë. Ne rritë pak temperaturën. Por atë thash që na duhen 3, jepi dhe pak. është e llogaritur. Në masa është e llogaritur dhe tepsia duhet të jetë tek 40. Ja. Do 3. Do masën e vet. Pra për këtë lloj tepsie, sa centimetër është kjo? Gjysmë ase të madhe fare. 3 garuzhde, nëse keni një tepsi më të madhe, me siguri që do t'ju marri 4 ose 5 të tilla për shtresat e para. Mos harroni që pas çdo pjekje ta spërkasni petën e pjekur me gjalp me yndyrë që do të përdorni për përgatitjen e dallanikut. Po. Nëse është garuzhja ose fellashka më e madhe se kaq, atëherë duhen 2. Po. Okej, ne do ta lëmë kështu punën. Kështu do ta tregojmë deri në fund, kalojmë tek receta tjetër. Besoj e kuptuat edhe procesin e përgatitjes së brumit. Brumi duhet të jetë diku një brum i lëngshëm, i rrjedhshëm, pak më i trashë se sa krepat. Kjo është bustasia. E lëmë të bëhet, marrim edhe? Për shkak se ka pranin e vezëve brumi, pranin e sodës, fillon edhe fryhet nga pak, pet pas pete. Yndyrën të parën, dhe 3 garuzhde me brumin. Kujdes është nxehtë. Pra është në rrugën e dur. Deri tani kemi shtuar 2 petët e para. Pas çdo përzierje, pra pas çdo nxjerrje të petës nga furra, do të përzini mirë brumin. Normalisht duke ardhur. Ja.
Tani filloj unë nga 2 garuzhde, sepse direkt e vendos sërish në furrë. Shijojmë këto aromat e këndshme që vinë nga përpjekja jonë e madhe për t'i përfunduar recetat deri në fund të hapësirës së gatimit, siç është për shembull pjesa e vallanikut. Tani do t'i shtojmë edhe, jemi drejt fundit në fakt të pjekjes. Faktikisht, Janë 4 shtresat e para të petëve. tu unë kam gjalp të ngrirë. Gjalp të ngrirë. Dhe e lyej me gjalp të ngrirë. E dura është me gjalp të ngrirë, por anvisat kur e filloj nuk e kam parasysh që ta kenë gjalpin e ngrirë dhe mua më duhet gjithmonë që të jem koherente me 2 alternativa. E shikon nuk duhet. Duke sikur e kursejmë pak dorën Po, shumë ja. me gjalpin e ngrirë. Ja, Ndryshe kjo nga gjalpi tjetër i shkri kur i shtoni me lugë. Ja ta përzijmë edhe Edhe? një herë brumin. E shtojmë në mes. Aty. Edhe pjesën tjetër le të bjerë. Besoj dhe njerë do të sjellim Edhe një tepsin edhe e kemi po e lë për shtresën e po. fundit. Super. Pra edhe njerë dhe vallaniku përfundon. Pastaj nëse e duam ta shoqërojmë me djathë të bardhë, ose nëse doni sërish pet pas petit i shtoni djathin e bardhë, është në dëshirën e dorën tuaj. Bëhej në soba ose më e mira është pjekja në saç. Më e mira është pjekja në saç. Po, ato që kanë shtëpinë merë në fillim fare, private. duhet, e thash edhe një herë dhe përsëri do ta ripërsëris, e lëm në nxehtësim poshtë fare, pra është në 250 gradë, nxehtësia tjetë në maksimum. Në moment që ne kemi vendosur, e kemi lyer me gjalp, e mira është me gjalpin e ngrirë, tepsin, dhe më pas në shtrojmë shtresën e parë. Tek shtresa e parë, ne e vendosim në të 2 rezistencat, Nga 250 mund të kalojmë te 220 në qoftë se nxehtësia e furrës tuaj është akoma dhe më e nxehtë. Dhe kalojmë pra çdo pet lyhet me yndyrë, e mira është yndyra të jetë në akull, pra të jetë e ngrirë, dhe në të kundërt ose se keni të ngrirë, pastaj vazhdoni me këtë metodë siç e bëra unë. Pra në 2 alternativa. Dhe kur janë të 2 alternativa, shkoj zjarr të zjarri. Ja shife se sa vjen dhe brumi nga që qëndron, të gjithë përbërësit aty lëshohen dhe japin reaksionin e tyre, ndaj edhe pjesa e sodës që është shtuar aty, bën të vetën. Ma e pak, jemi drejt e gjalpin. E ta përfundojmë edhe këtë recetë, pra së kalojmë tek receta e tretë. Kur të shërbehet, do të duken shtresat njëra pas tjetrës. E fletëzuar. Ne mbajmë dhe atë pjesën se na duhet për shtresat. Tani, të gjithë masën, Niki, shtoje të gjithë masën. Është e duhura dhe raporti që treguam pra në 1 litër dhall, që është 500 gram kos, 500 ml ujë, ne na duhet 500 gram miell. Soda, kripa, sheqeri, pak ose piper dhe kjo është e gjithë masa e qullit që ne kemi. Servirim edhe vallanikun, e sjellim në tryez. Shpresoj të ketë marrë një ngjyrë të duhur. Po, duket mirë. Është pjekur. Ja tek e keni. Super. Kjo është pak a shumë tryeza e ditës tonë, për t'ja u sugjeruar, pra një gjell me këtë ngjyrë të artë, kemi shtuar dhe turmerikun, misrat, karotat, patatet, sallata që s'ka fjalë, dhe vallaniku. Kemi nevojë për bukë në këtë tryezë, duke shijuar pak nga të gjitha, plotësojmë nevojat që kemi për të marrë energjinë e duhur ditore, të vakteve, të plotësuara, dhe mund të ndahen pastaj brenda drekës dhe darkës se mëngjesin. Ndahen këto, normalisht që ndahet edhe. Thash ta linim të ftohesh e pak për të ndarë në trekëndshë, po duket që është pjekur sepse brum nuk ka në thik. E prisni në copëza dhe e servirni mbi sallata apo mbi gjellën me bizele dhe karota. E tillë, siç është,
Në rombe. Në rombe. Lëreni të ftohtë, të kulloj mirë dhe ju bëft mirë. Mos harroni në kanalin tonë në YouTube, Rreze Dielli gjeni receta, do të postohen me videon për kafse e padyshim mund të na sugjeroni recetat tuaja të preferuara. Të lumshin duar. Faleminderit. Ju pres pas pak në 10:10.